Dje në lagjen Vizbek në një arë të mbjellë me grurë shpërtheu zjarr. Pranë arës gjendet një hotel, ndërsa zjarri përfshiu rrethojën e pishinës aty. U dogjen disa drurë dhe karike. Pronari Baki Zeqiri i tha televizionit 21 se dyshon që zjarri ka nisur si pasojë deponisë së egër që po digjej disa qindra metra larg. Kemi intervenu, për fat mirë kemi pas shumë njerëz, dje, bile edhe pushues të bazenet që janë konë, edhe ata një shumicë e madhe e tynëve na kanë ndihmu. Kemi pas prej pajisjeve hidrantet mjaftueshme. Zeqiri kishte kritika edhe për mënyrën se si zjarrfikësit ndërhyjnë në këtë situatë. Ma shumë se 30 minuta ekipi i parë ka ardhur. Kurse ekipi i dytë, që janë shumë interesant, ka ardhur mas një ore gjys, me 2 kamiona, njëri kamion gjysëm i mbusht me ujë, kurse kamioni tjetër ka ardhur i thatë. Nga qendra për menaxhim me kriza treguan dje se brigada e mbrojtjes nga zjarri e qytetit të Shkupit ndërhyri 2 herë, pas shkaq që MK dërgoi një kërkesë të re për masa urgjente, duke përfshirë vendosjen e mbikëqyrjes, mbulimin e materialit të ndeshëm dhe ndalimin e hedhjes së mëtejshme të mbeturinave. Problemi me këtë deponi të paligjshme ka zgjatur prej kohësh dhe paraqet një kërcënim real për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve, si dhe një barë serioze operative për brigadën e zjarrfikësve, e cila shpesh është e angazhuar në të njëjtin vend. Zjarri tani është lokalizuar dhe nuk paraqet ndonjë rrezik, thanë nga qendra për menaxhimin e krizave, por duke u bërë thirrje institucioneve kompetente që urgjentisht të ndërmarrin hapa konkret dhe të japin fund problemit me deponitë e paligjshme, të cilat paraqesin një rrezik të menjëhershëm për mjedisin dhe shëndetin publik. Shtuan se edhe gjatë javës së kaluar, brigada zjarrfikëse e qytetit të Shkupit ka ndërhyrë disa herë për të shuar një deponi të paligjshme që digjej në të njëjtin vend.